Bilbili është vetëm 11 vjeç, por është i vendosur për t'i tejkaluar të gjitha sfidat e jetës për faktin e vetëm se është me sindromën Down. Me sy, shpërndan dritë e me buzëqeshje jep shpresë. Ëndra më e madhe e tij është që të bëhet mjek dhe me dëshirën që të kurojë fëmijët. Më tregosh sa vjeç je? 11. Çfarë do bësh ti kur dritesh? Doktor. Doktor. Në këtë do punosh? Fëmijë. Me fëmijët do punosh? Po kur të sëmure mund do më shërosh ti? Po. Përpjekjet për të tejkaluar kufizimet i ka nisur që kur ishte 3 vjeç, por gjyshja e mori për të jetuar në Tiranë, nga Kuksi, ku familja jeton në kushte të vështira. Shumicën e shërbimeve ja bën gjyshja. Po e morë që ke shtëpia vetë mrapa, se kanë ardhur me shira janë. Ka një shtëpi o t'i vlla për Zotin lagështin. Me shira është, ai lek t'i jep. Po e ka sa për Bilbilin e shtëpi. Këtë vit, Bilbili është në klasë të 4 dhe vazhdon terapitë që e ndihmojnë që të përmirësojë aftësitë e tij. Po, në shkollë që, klasë 4. T'jalin shërbimet e terapisë, kemi nevojë. Shtëpinë, po pat mundësi kush me për shtëpi janë të vuj. Shtëpinë e kërkon e vetë ki.